Si kanë reaguar, më kulla, para se të marrin vesh se çka ka brenda marrëveshja? Si kanë reaguar? Ata kanë reaguar të shqetësuar. Çka kanë thënë? Kush ka folur një herë? Ka folur Ministri i Mbrojtjes atje, Ministri i Jashtëm, kanë folur gjitha mediat, dhe njerëz shumë të afërt të Vučićit. Vučići akoma nuk ka folur, po që tregon që fotografia e 3 ministrave të mbrojtjes, dhe kjo marrëveshje, cila është e para e nivelit tillë politiko-ushtarake, për bashkëpunim për mbrojtjen, serbët e lexojnë shumë qartë, sepse kjo vjen rreth parë një herë pas rrënimit të 2 planeve që serbët kishin. E para që quhej një dëshirë dhe një marrëveshje tyre me Kosovën për ndryshim kufish, dhe dyta që quhej Open Balkan. Normal. Pra me përfundimin e Open Balkanit, që ishte duhet thënë karta e Vučićit dhe Rancit? Ishte karta e Vučićit, e përkrahur dhe nga Tirana. Ne kemi një aleancë politike ushtarake e cila nuk është hasur më përpara në kuadër të ndryshimeve të mëdha gjeopolitike që po ndodhin. Dhe këtu kemi një marrëveshje politike dhe ushtarake mes 2 popujve aleat në Ballkan historik, që na kthe në kohën e luftës së 30 sa viteve përpara të ish Jugosllavisë. Të popullit kroat dhe të popullit shqiptar, i cili ndahet në 2 vende gjysmë. Që futesh e popullit lojë dhe pse ato han pshesh apo jo? Le të themi të shteteve. Zagrebi zyrtare, Tirana zyrtare, dhe Prishtina zyrtare. Dhe këtë gjë, Serbia e cila e njeh mirë diplomacinë dhe vjen nga një shkollë, dhe kur Serbia e ka aleancën ushtarake dhe politike të hapur me Moskën, e lexon mirë sepse vjen ndërkohë që po ndodhin ato lëvizje tektonike në Bosnjë. Qartë. Duke patur parasysh që Bosnja është edhe kufiri kryesor, pra është në kufi të Kroacisë. Dhe kujtojmë kullaj që Kroacia ka reaguar dhe ka thënë serbëve mos flisni kot se ne kemi kohë që s'ju pyesin fare ju se ç'a bëjmë. Ne kemi 35 vjet që jemi shtet i pavarur, kemi dalë dhe nuk kemi ndërmend të pyesim. Pra, çfarë lexon sot Serbia në këtë? Serbia lexon që nëse Serbia politike do të ndërmendte një hap ushtarak si ai i Banjskës ose më tepër, pra do të tentonte të futej me trupa në Kosovë, do të kishte si kundërpërgjigje të menjëhershëm. Përgjigjen e KFOR-it që është brenda Kosovës, ku ndodhet dhe ushtria shqiptare dhe ushtria kroate, por do të kishte edhe një ndërhyrje të një reagimit të shpejt të ushtrive të Shqipërisë dhe të Kroacisë në përkraje të ushtrisë së Kosovës, jo vetëm me trupa, por edhe me armatime. Pra, Kroacia ka avion të niveleve të larta, që do të bënin si kundërpesh me... Mirë Kroacia, po, edhe Kosova, po Shqipëria me qa armatime është? Shqipëria ka armatime. Në këto momente është 0 tanket, 0 avionat, 0 kështu të rashtu. Po, Shqipëria ka armatime, ka helikopter ushtarak, ka një bazë të NATO-s në... Po, është e NATO-s e jo? Po, është bazë e Shqipërisë, dhe për më tepër është një vend që mund të furnizoj Kosovën me atë që shumë e rëndësishme gjatë luftës, që është logjistika, sepse është vendi i parë në kufi me Kosovën. Dhe Serbia është shumë e alarmuar, sepse këto 2 vende, Kroacia dhe Shqipëria, janë vende anëtare të NATO-s tashmë prej shumë vite, për më shumë se 15 vite. Pra ne jemi anëtarësuar në një të kohë. Ndaj ata janë alarmuar se kanë parë që kjo është një kundërpërgjigje politike e niveleve të larta ndaj gjuhës që ka përdorur Vučići, botës serbe e tjerë. Pra kjo është kundërpërgjigja ndaj botës serbe. Në rastin konkret, me çfarë shantazhojmë konkretisht pra? Mirë Kroacia dakord, sepse është një shtet, është një vend i fuqishëm në raport me Shqipërinë dhe me Kosovën. Shqipëria me çfarë do i shantazhoj? Po Shqipëria nuk është se i shantazhon. Shqipëria shantazhon, për krah Kosovë. Ata nuk e kanë. Po si përkraj me fjalë thuati? Ore sa topa, sa tanke ke, sa avion ke zotri? Kjo është pyetja. Mos u bë merak, në një moment në cilin Shqipëria po do hyrë në një proces të riarmatimit të forcave, është nga... Thonë pra që do hyjë. Do hyjë. Po sa vite do? Do ketë lëvizje shumë shpejta, shumë shpejt. Si, do na farin armë? Edhe do ketë dhe zhvillim, edhe investime. Ki parasysh që Kosova po përkrahet nga Turqia, Shqipëria po përkrahet nga Turqia, edhe Italia është shumë aktive në këtë. Po Turqia mund të përkrahë Kosovën edhe Shqipërinë, po nuk është kundër Serbisë. Ti e di shumë mirë. Po, në momentin që Shqipëria, ki parasysh që Turqia është aleati numër 1
i Kosovës, i Shqipërisë, edhe i Bosnjës kundër një plani të ndarjes dhe e lexon mirë Vučić këtë gjë. Që nëse këta bëhen gjithë bashkë, Serbia rrudhet bëhet më vogël. Ndaj Serbia ka qenë investuar për t'i ndarë shqiptarët në kamp politik dhe ushtarak. Ndaj dhe Serbia është alarmuar, sepse lexon mirë që se Rusia është larg, nuk është në kufi, kurse ne jemi në kufi. Qartë. Dhe kupton që kjo, duke qenë që janë dy vende anëtare të NATO-s, edhe ne, edhe Kroacia, duke qenë që edhe Turqia është vend anëtar i NATO-s. Ata kuptojnë shumë mirë që me tërheqjen e Amerikës, në rast të një konflikti, do të kishte përfshirje të NATO-s drejt për drejt në një konflikt të tillë. Dhe ata nuk duan të përsëritet edhe një herë ajo që ndodhi në 99-ën. Por kjo është kundër përgjigja që i ka shqetësuar serbët, sepse ata e kuptojnë që për herë të parë lëvizjes tyre politike edhe ushtarake me të ashtu quajtur në botë serbe për destabilizimin e gjithë Ballkanit, ata gjetën një kundërpërgjigje. Pra, shikoni, ekzistojnë dy linja. Pra, nëse doni të rikthehemi në negociata, ne këtu jemi, rinegociojmë se jemi gjithë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Pra, nëse Serbia do të ulet prapë në tryezën e bisedimeve. Por nëse Serbia do vazhdojë të mbajë po të njëjtin vokabular, po të njëjtin gjuhë, po të njëjtin agresivitet, ka dhe kundërpërgjigje. Po nga kush pra? Ta thash pra, Shqipëri, Kroaci, Turqi, Kosovë, që de facto është NATO, janë gjitha këto vende. Pra ti po na thua që Serbia është e rrethuar apo jo kullo? Jo, po them që Serbia e lexon mirë këtë gjë, sepse 1000 trupat kryesore të KFOR-it në Kosovë sot janë Itali dhe Turqi. Komandën e ka Italia, të shekshte Turqia dhe do ta marrë prapë Turqia. Kroacia është në anën tjetër të kufirit të Serbisë. Por është edhe në Bosnjë. Po, nga lart Serbisë është Kroacia, futesh në Kroaci. Po e di, po. Po. Pra, në rast se do të kishim një luftë rajonale, supozojmë një luftë rajonale. Supozojmë që Serbia hyn me trupa në veriun e Kosovës. Ato që kanë paralajmëruar shpesh me trupat që kanë rashkë etj, kanë 46 brigada ushtarake, njësi ushtarake në gjithë kufirin e Kosovës, Serbia. Nga veriu që afrohet nga Malizi deri në kufirin me Maqedoninë. Supozo se do të kishte një ndërhyrje me trupa të Serbisë në veri të Kosovës. Atëherë këtu do kishte një kundërpërgjigje ushtarake të gjithë këtyre vendeve dhe Kosova nuk do të ishte e vetme. Dhe është gjëja e vetme që Serbisë nuk i duhet dhe nuk i vlen në një moment të tillë, sepse do të krijojë një koalicion i gjerë anti-Serbi. Dhe kësaj gjëje Serbia ja ka. Po tani unë kam një pyetje për ty. Jo vetëm ushtarakisht, por edhe politikisht. Po unë kam një pyetje për ty. Po. Meqë shumë shpejt tani për pak minuta duhet të kalojmë. Po, bile tani është moment, duhet të kalojmë te Gaza, se plasi prapë atje, kupton, Trumpi do të jetë shumë mërzitur. Ose bën sikur. Po do e marrë vesh tani, do ma thuash ti. Në kontekstin e ri gjeopolitik, dhe kohë që kartat e se thuash, loja e kartave kanë ndryshuar. Janë futur rregullat e reja, ndërkohë që Trumpi po mundohet të luaj jo pro Rusis, po për ta pasur Rusin me vete kundër Kinës. Kjo është gjithë analiza që bëhet në moment. Rusia, momentin pas një viti, pas 2 vjetësh që se ati lufta pushon me Ukrainën, dhe në që se rifillojnë marrëdhëniet me Amerikanët, dhe pastaj sigurisht Europianët do ndjekin nga mbrapa, se nuk kanë çfarë bëjnë. I kemi thënë atë. Serbia nuk quhet dhe Rusia nuk quhet më vend armik nga perëndimi kolektiv. Që do thotë, përjedhoj dhe Serbia nuk do quhet vend armik. Pra, Serbia nuk konsiderohet. Nuk ka një kontradiktë? Prit, Serbia nuk konsiderohet. Nuk konsiderohet, pra. Por veprimet e Serbisë Kosovë janë konsideruar kërcënuese, shqetësuese dhe terroriste. Qartë. Veprimet e fundit në Bosnjë nga Rubio, pra nga administrata aktuale, ndalimin e Dodikut e këto, janë konsideruar kërcënuese, shqetësuese dhe të dënueshme. Pra, ki parasysh, nëse ka një marrëveshje në Ukrainë, marrëveshja është që ne NATO, ne perëndimi nuk do vim në atë që ka qenë hapësira e ish Bashkimit Sovjetik. Po dhe ju nuk do vini këte. Ti thua, Rusia e braktis, pra... Nuk ka që bëjnë, nëse ka një marrëveshje... Nëse ka një marrëveshje, Serbia është e detyruar të bëjë një marrëveshje të shpejt me Amerikën edhe me Evropën, sepse... Nëse e braktis Putini. Po s'ka që bëjë. Në momentin që bëhet marrëveshje dhe ndahet Jalta e re botërore, dhe perëndimi nuk do futet më në pjesën ande. Serbia që të mos përfundoj si ky tjetër që bie nga fiku dhe të haqen i vet,
Eksakt. Ose është e njëjta situatë. Esakt. Dhe kjo marrëveshje ushtarake, mos është thjesht një blluf kulla? Varet si e lexon, kjo mund të jetë një blluf, po është një blluf shumë real nëse lufta kthehet reale. Jo, nëse lufta kthehet reale, apo kjo është thjesht një blluf në një mënyrë për të detyruar Serbinë të ulet në tryez me Shiko, çan, duhet ta lexojmë në kontekstin e plot. Atë po them pra. Konteksti plot është ky. Për ta mbyllur 60 sekonda. Në Bosnjë kemi urdhër arresti për Dodikun dhe gjithë bashkëpunëtorët e vet dhe një izolim ndërkombëtar. Me një qëndrim shumë të fortë të perëndimit, të Amerikës, të Evropës e tjerë. Në Serbi kemi çdo javë më shumë se 100 njerëz rrugëve, protesta dhe një presion të jashtëzakonshëm dhe shumë shpejt do kemi zgjedhjet parakoshme. Edhe u mor vendimi jo? Jo, po ta jap unë. Do ta marrë. Ti e di që unë t'i them gjërat përpara. Qartë. Do ta marrë Vučići, do dalin zgjedhjet parakoshme. Nuk ka ç'bëj, është i detyruar të shkojnë zgjedhjet parakoshme. Në momentin që mbyllet një marrëveshje në cilën Serbia i bie të ngeli këtej. Nga këtej. Me perëndimin. Po, kujdes kulla, sepse është kollaj ta themi tavolinë. Qa do bëj Serbia? Do presi degën ku është ullë? Sondazhe serioze në Serbi është mbi 65% e serve që janë kundër antarësimit në BE. Kjo është tjetër gjë, ki parasysh diçka çan që sot ai zotëria i ka njerëzit në rrugë sepse zgjedhjet e fundit, Vučići mori 50.000 serb nga Bosnja. Ja da Dodiku, po. Për të fituar zgjedhjet. Kështu që kaq e vërtet nuk është edhe kjo puna, kjo narrativ që ata kanë. Ti thua është fake thoti? Jo, nuk është kaq e vërtet. Po sondazhe. Pse ndryshe pse do i merrnin njerëzit nga Bosnja për të votuar për të mbajtur pushtetin? Ka ndodhur vetëm një... Ajo çështja bën shëtyron, por flas tani në raport me Europën. Vetëm një vite, po çështja është nëse Vučići bie, ndryshon dhe narrativa. Partitë e tjera atje kullati një fëmijë se unë. Ka përshtypjen se në raport me Kosovën. Jo, raport me Vučićin, pa liderët e tjerë. Në raport me Kosovën janë po aq nacionalistë sa Vučići, ndoshta më shumë. Por jo për të bërë luftë. Se këtu problemi është që me Banjskën gjërat dolën jashtë kontrollit. E kuptova. Këtë e mora vesh. Kjo është e rajonit. Dhe Serbia është fuqia që është armatosur më shumë rajon se çdo. Ka sot një parti politike ose një njeri që do të konkurrojë, të rivalizojë Vučićin të hedhë nga pushtetet vi vet, i cili thotë ne do hym në BE? Po, por në raport me Kosovën edhe po të hyjnë në BE, ata nuk e pranojnë çështjen që duhet njohin Kosovën. Jo, lere Kosovën një moment. Tani po flas për Serbinë në raport me Bashkimin Evropian. Ka sot ndonjë politikan në Serbi që është lideri në një partie që pretendon të vinë në pushtet, që ka në programin e vetë faktin që ne të... Je i sigur? A i fiton do të zgjedhet me? Je i sigur? Sepse ato që janë 0.05%. Sigurisht që ka. Problemi është edhe Vučići vetë thotë që ne jemi për Bashkimin Evropian, për procese tjera. Problemi është që tjetër gjë thua dhe tjetër gjë vepron. Pra edhe ata tjerët kanë narrativën e Vučićit deri diku. Me rusët flasin... Ti thua kjo gjë do ndahet vetëm kur Putini dhe Trumpi të bëjnë jaltën. Paka shumë kjo është. Në momentin që kemi një jalë të re dhe Serbia ngelet këte, Serbisë do t'i duhet që të flasë një gjuhë tjetër. Ose pastaj të ndjek Rusinë dhe të hyrë në një konflikt në rajon, po ku do duhet të... Ti opsionin tjetër, e heq fare nga qarkullimi, kulla? Cilin? Opsionin tjetër që në ndarjen, në momentin do bëhet një jalë të re, ti nuk e fut fare këtë në analizë që mund të ndodhi që... Të kemi luft. Jo, gjatë ndarjes, Putini të thot post, mere Serbinë është tëndja. Trumpi të thot Putini të është tëndja Serbia. Si do i thot? Po se thot dot? Po pse jo? Që se kërkon Putini, që se do të ketë një këmë në Evropë. Duhet i falë pastaj dhe Rumanin. Urdo? Duhet i falë dhe Rumanin. Se? Po se kanë kufi Serbia. Jo, pra jo, a më falë, a do bëhet pazar? A do bëhet në konfront? Po nuk, që të ndodhi kjo gjë, marrëveshja që ata po diskutojnë sot, cila është marrëveshja apo? Po ta shpjegoj pra, marrëveshja shumë e gjerë. Di pra, po jo. Por në raport me luftën me Ukrainën, kërkesa e vetme që ka Rusia është që ju nuk duhet më të pretendoni më zgjerim në hapësirat e ish-bashkimit sovjetik. Serbia nuk është hapësira e ish-bashkimit sovjetik. Serbia është këtej. Pra me Ballkanin do të ndodhin dy gjëra që ta kemi të qartë. O Ballkani do bëhet pjesë me Evropën, o do ketë luftë. Ose ne pastaj do rikrijojmë një realitet tjetër në mesdhe duke u bazuar tek historia që kemi pas me perandorinë osmane,
Ku Ballkani do ndahet në 3 pjesë, katolikët në një anë, ne këtejmë atan me... Po do jetë kjo një formë paqe, apo do jetë një formë lufte ere? Kjo, unë nuk e përjashtoj që të bëhet pa luftë, prandaj situata është tensionuar në Bosnjë. Pra, kulla, nuk mund të vëmë do të basë, Jo, pas nuk vëmë. Ne po shpjegojmë pse është bërë, se po të ishte situata për paqes, do kishte nevojë për një marrëveshje ushtarake dhe politike. Si njeri që jem mbi palët, dhe prandaj je kaq interesant, dhe duar njerëzit, të lutem, tham gjithë anët e dobtat lidhur me këtë marrëveshje, anët e dobtat të Serbisë. Po ana e fortë e Serbisë është që Serbia është fuqia ushtarake më e madhe në rajon sot. Dhe më e madhe se Kroacia. Se gjithë në bashkë. Kroacia është një fuqi e madhe, se është armatosur është për të kundërpërgjigjur Serbisë, por ki parasysh ka popullsi të vogël 4 milion, po është anëtare e NATO-s, kështu që nuk është... Serbia e ka më të fortë akoma ushtrinë. Po sigurisht. Serbia sot është ushtria më e madhe në rajon. Domethënë vetëm Turqia është më e madhe se Serbia. Po në një rast shutu, atine prapë kemi drejtë të bëjmë porta, apo jo? Jo, Kota thashtë. Ne Arian në 99-ën u impenjuam në luftë seriozisht dhe në 99-ën Serbia ka gjeti bela në Kosovë. Me erdhën Amerikanët që... E Amerikanët erdhën vonë. Kur erdhën Amerikanët kishte 2 vjet luftë. Që ndodhu, të flasim një tjetër për historinë e UÇK-s për luftrat e tjera. Kujtohet që deri vonë në Tiranën tonë politike shpesh e quanin dhe në Tiranën tonë politike UÇK-n terroriste. Ti e mban më mirë se kemi punu bashkë. E di. Kështu që me që njerëzit e kanë harruar, ti ke qenë njeriu i parë që ke nxjerrë në botën shqiptare dhe në botën publike Ali Ahmeti me uniformë të UÇK-s, apo harrove? Se e solle ti. Ti e nxorre si kryeredaktor, apo? Patjetër. Me qëra fjara, ky është momenti Ledio, të bëjmë një xhiro, ishim tek